të prokurorisë dhe të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, të njohura ndryshe si sistemi i menaxhimit të integruar të çështjeve gjyqësore, që do të thotë që administrimi i çështjeve gjyqësore, informacioni i qytetarëve për çështjet gjyqësore do të jetë i digitalizuar në Republikën e Shqipërisë brenda vitit 2029. Kjo parashikon si ngritjen e sistemit dhe digitalizimin e miliona të dhënave të arkivave të sistemit ton të drejtësisë. Ky është një projekt i cili mbështetet si nga buxheti i shtetit, ashtu si dhe nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Një dimensioni i dytë i mbështetjes së sistemit të drejtësisë nga buxheti i shtetit është përmirësimi i infrastrukturës fizike. Ky buxhet mbështet kushtet e infrastrukturës fizike dhe të sigurisë në një numër gjykatash të vendit, duke filluar nga mbështetja për gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, gjykatën e Durrësit, të Fierit, të Tiranës, si dhe gjykatën e apelit për krimin e organizuar dhe korrupsionin. Mbështetja për infrastrukturën digjitale dhe infrastrukturën fizike të sistemit të drejtësisë janë sigurisht angazhime në kuadër të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, të njohura ndryshe në gjuhën e negociatave si kapitulli 23.